Shikues të nderuar të emisionit Dritare, mirë se po takohemi edhe këtë javë në studion tonë. Uroj t'jeni duke kaluar një ditë të mirë agjerimi. Ju ftoj që për pak minutat na ndiqni edhe në emisionin e sotëm, ku do të flasim për agjerimin, shëndetin oral dhe ndërhyrjet stomatologjike me doktoresh Artemisa Qerimi, që me profesion është stomatologe. Doktoresh, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjeta. Fillimisht dashta me ju falenderu për ftesën që ma keni bo. Ndihem shumë e privilegjuar që në mesin e shumë stomatologëve të mirë të cilët i ka Kosova, unë t'jem sot përfaqësuese e tyre. Gjithashtu duke ditë vlerën dhe rëndësinë e muajit madhëreshëm të Ramazanit, ku pikës pare falenderoj Allahun i cili na ka mundësu arritjen e këtij muaji dhe gjithashtu uroj që gjithë secili prej nesh ta shfrytëzojnë në formën më të mirë të mundshme. Faleminderit prej juve që e keni ndarë kohën tuaj të vlefshme për të qenë pjesë e emisionit tonë. Doktoresh, flasim vazhdimisht për dobitë që sjell agjerimi në shëndetin e përgjithshëm të njerëzit, mirë po pak e prekim atë pjesën specifike të shëndetit oral dhe vizitave stomatologjike. Megjithse agjerimi duhet të ketë efekte pozitive edhe në shëndetin oral, apo jo? Po, padyshim që agjerimi ka efekte mjaft të rëndësishme edhe në shëndetin oral, po filloj pikës pari me i përmend efektet cilat janë në përgjithësi, duke pas parasysh shëndeti oral ose goja si organizëm është i lidhur komplet me trupin si tërësi dhe çdo pikë e cila e prek shëndetin tonë të përgjithshëm padyshim se ka dhe manifestimet klinike orale. Sa i përket përparësive ose benefiteve të cilat janë në shëndetin e përgjithshëm, i kemi ndëgjuar edhe në ligjërata të mëhershme ku thuhet se vjen deri te humbja e peshës, ulja e nivelit të kolesterolit, ulja e nivelit të triglicerideve, gjithashtu vjen deri te ulja e nivelit të insulinës, e cila ka përparësi shumë të madhe. Gjithashtu rreziku për smundjet kardiovaskulare është mjaft i ulshëm, do të thonë gjatë këtij muaji. Sa i përket shëndetit oral në veçanti, ulja e nivelit të glukozës ndikon mjaft mirë në mos krijimin e karjeseve ose zhvillimit të matutjeshëm të karjeseve të cilat janë prezente. Gjithashtu, gjatë agjerimit vjen edhe deri te zoglimi i numrit të bakterieve të cilat janë prezente në kavitetin oral ose të gojës. Është parë që kohëve të fundit është mjaft në trend një lloj i agjerimit i cili quhet intermittent fasting, edhe gjithashtu gjatë hulumtimeve të cilat janë bërë, domethënë janë parë mjaft benefite të cilat i shfaq vetë agjerimi, ku ne kemi fatin që jemi musliman dhe Ramazani është obligim i patjetërsueshëm edhe gjithsesi po vjen konkludim edhe shkenca me dhënat e saj që agjerimi ka rol mjaft të rëndësishëm si në organizmin e njerëzit në tanësi, gjithashtu edhe në shëndetin oral. Ku gjatë këtij për shembull intermittent fasting kemi me orare të ndryshme të cilat janë për shembull prej 14 orë agjerim me 10 orë ushqim ose deri te ajo më drastike 24 orë agjerim, 20 orë agjerim dhe 4 orë ushqim. Ne muslimanët i provojmë të gjitha duke i pas parasysh ndrimin e kohës në të cilën obligohet agjerimi, ndrimi i kohës së Ramazanit. Gjithsesi, cili vjen në stin të ndryshme dhe në periudha të ndryshme ku i ka dhe begatitë e veta. Pra kjo ndikon në shëndetin oral në veçanti ku janë bërë hulumtime të cilat treguesit që e tregojnë pllakun dental, praninë e pllakut dental në kavitetin oral të gojës, janë dukshëm më të zvogëluar gjatë periudhës së agjerimit, sesa gjatë periudhës që njeriu konsumon ushqim gjatë tërë ditës. Sa i përket pllakut dental, është një depozitim i cili formohet përmes bakterieve dhe ushqimit që e konsumon pacienti, gjithashtu për shkak të domethënë higjienës jo të mirë orale. Kurse këto benefite që na jep Ramazani janë me të vërtetë të panumërta. Gjithashtu kisha dashur me cek edhe një prej veçantive që dihet se gjatë periudhës së Ramazanit vjen deri te dehidrimi i trupit të njerëzit. Për mos marrë deri te dehidrimi duhet me i kushtu kujdes veçantë ushqimit të balancuar, me ushqim i cili është i pasur më tepër ose është më hidratues, siç janë frutat e ndryshme, perimet e ndryshme.
Kurse sa i përket kavitetit të gojës, rekomandohet që vazhdimisht të shpërlahet me ujë, ndërsa si specifik të ne muslimanët cilët e praktikojmë 5 kohë namaz, është që gjatë marrjes së abdesit shpërlahet goja dhe të njëjtën kohë, domethënë niveli i pH-s stabilizohet, sepse e dim që pH-ja acidike ndikon shumë keq në zhvillimin e mikroorganizmave ose shumimin e bakterieve. Një problem shumë i zakonshëm te muslimanët kur agjerojnë është edhe era jo fort e këndshme e gojës. Si ta menaxhojmë këtë? Po, kjo është si ta evitojmë, si ta zbusim? Mjaft me vend për arsye se gjatë agjerimit është e pamundshme me ik edhe erës së keqe të gojës. Pak më herët e cika edhe për shkak të ushqimit ose hidratimit sa më të mirë të trupit të njeriut për me zvoglu me një farë forme erën e keqe të gojës. Gjithashtu do të me i kushtu rëndësi shumë të veçantë pastrimit me anë të brushës 2 herë në ditë pas iftarit, domethënë pas ngrënies së ushqimit, gjithashtu edhe pas syfyrit. Sa i përket shtesave të tjera, kemi pastaj edhe elemente tjera të cilat përdoren krahas brushës, pengëve dental, shpërlarësve të gojës e tjerë. Për faktin se gjatë periudhës së agjerimit vjen deri te tharja e mukozës më të madhe, edhe për shkak të kësaj tharje të mukozës vazhdimisht domethënë lëshon aromë të keqe prej gojës. Si rezultati i kësaj, tharje ose një prej arsyeve e cila sjell deri te tharja e mukozave është edhe zvoglimi i sasisë së pshtymës. Zvoglimi i sasisë së pshtymës ndikon në lirimin e shufurit, i cili është komponent i paqëndrueshëm. Krejt janë të qënë deri tek thamja e mukozës edhe eliminimi i erës së keqe. A ka ndonjë lloj të brushave të cilën ju e rekomandoni, apo lloj të pastave, cilat janë ato llojet e pastave që rekomandohen për raste të veçanta? Gjithsesi, tra kemi pa që kemi llojet të larmishme të brushave, llojet të larmishme të pastave e tjerë. Sa i përket brushës, brusha ka domethënë pjesën e kokës ose pjesën punuese dhe pjesën e dorezës ose mbajtësës. Brusha mundet me qenë me fije të ndryshme, duke filluar prej fijeve shumë të buta, prej fijeve të buta, mesatare dhe prej atyre të forta. Rekomandimet janë që fijet e buta dhe mesatare janë ato të cilat ordinohen më tepër, varësisht edhe prej gjendjes shëndetësore orale të pacientit. Gjithashtu forma e brushës më e mirë kishte me qenë forma e drejtë, jo me lakesat ndryshme të cilat i shohëm drejt, për arsye se ajo depërton shumë më mirë në sipërfaqet e dhëmbit, duke filluar prej mishit të dhëmbëve, i cili është mjaft i rëndësishëm, ku e kemi edhe teknikën e larjes së dhëmbëve, e cila padyshim se luan rol në shëndetin oral, ku sipas kemi 2 teknika sipas autorëve të ndryshëm, sipas Silmanit edhe Basit. Këto teknika flasin për fiksimin e brushës prej mishit të dhëmbëve, duke filluar prej lart poshtë nofullën e sipërme dhe prej poshtë lart nofullën e poshtme. Gjatë procedurës së pastrimit të dhëmbëve, do të pas parasysh që asnjë sipërfaqe e dhëmbit mos mbetet pa u pastruar, edhe tjetra pasit metoda horizontale është metodë e cila është e padëshirueshme për arsye se çon deri te zhveshja e mishit dhëmbëve, përveç asaj çon edhe deri tek krijimi i kaviteteve në qafë dhëmbit, i cili është specifik te pacientët të cilët përdorin brushën e vrashtë dhe teknikën e gabuar. Gjithsesi, duhet me qenë pastrimi 2 deri në 3 minuta, i pashmangshëm, dikon deri në 5 minuta. Tjetra është që gjatë pastrimit do të me pastru edhe të dhëmbëve në tërësi, do të me u pastru edhe pjesa e gjuhës, ma konkretisht pastruat 2/3 e përparme e gjuhës, për arsye se edhe gjuha përmban depozitime mjaftueshme të bakterieve dhe rediminimit të ushqimit e tjerë. Gjithashtu pastruat deri në pjesën ku pacienti domethënë nuk e nin refleksin e vjedhjes.
Doktoresh, në traditën islame rekomandohet edhe përdorimi i misvakut. Madje Muhamedi a.s. në një hadith të tij thot se do ta obligoja për secilin namaz dhe për secilin abdest përdorimin e misvakut, nëse nuk do të ishte e vështirë për umetin tim, për njerëzit e mi. Çfarë dobi shëndetësore ka misvaku? Gjithsesi, sa i përket misvakut, atë shumë kam gjetë material sa që me pas mundësi me folë, do më thonë na merë dikor rreth gjysmë ore veç benefitet cilat vinë prej përdorimit të misvakut. Atëherë misvaku nxirret prej një lloj drurit, i cili do më thonë daton qysh në përdorimi i tij dallon qysh në kohën e pejgamberit parë Ademit alayhis salam. Gjithashtu ka qenë edhe në traditën e pejgamberëve tjerë përdorimi i misvakut, çka më ka interesuar në aspektin e stomatologjisë se si ndikon, domethënë kundër mikroorganizmave. Misvaku ka rol mjaft rëndësishëm, i cili ka veprim përveç veprimit antibakterial, ka veprim antiviral edhe antifungal. Gjithashtu përdorimi i misvakut në tërësi ka edhe vajra esencial, vajra këto të cilat ndikojnë në udhjen e tash të quajturës erës së pakëndshme të gojës, edhe përdorimi i misvakut është i patjetërsueshëm edhe gjatë kësaj periudhës Ramazanit, gjithsesi edhe ditëve tjera të cilat janë rutinë. Kisha dashur me cek edhe një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga i cili përdorimi i misvakut sjell dobi të pastrimit të gojës, gjithashtu sjell dobi edhe në kënaqësinë e Allahut, që është më e rëndësishmja. Përveç kësaj, domethënë lund rol në ndalimin e karjeseve, ndalimin e gingivitit, paradontopatisë e tjerë. Në smundjeve të cilat janë progreduese. Një frut që e përdorim shumë gjatë muajit të Ramazanit është patjetër se edhe hurma. Cilat janë dobit e hurmës në aspektin dentar? Sa i përket aspektit dentar, është interesante që edhe hurma ka vetim mjaft mira, e cila është e pasur me minerale, është e pasur me vitaminat ndryshme, cilat ndikojnë gjithsesi në mbajtjen e një arome prap themit këndshme të gojës, do më thonë e eliminon erën e keqe, edhe përveç asaj ndikon në mineralizim të smaltit, që është mjaft me rëndësi. Doktoresh, çka sa i përket shpërlarsëve të gojës, a i rekomandoni përdorimin e tyre? Po, gjithsesi, përdorimi i shpërlarsëve të gojës ka rol të pakontestueshëm. Sa i përket shpërlarsëve, ne e dimë që në treg kemi me bollëk, do më thonë firmat ndryshme. Si shpërlars më i mirë i cili konsiderohet është klerheksidina, që përdoret mjaft shumë në stomatologji, për shkak të efekteve të cilat i ka si antiseptiku më i fortë, ku vepron në membranën citoplazmatike të bakterjeve. Gjithashtu përveç mbytjes bakterjeve ka rol edhe antifungal, antiviral, ku i përfshin edhe viruset e ndryshme si citomegalovirusi, herpes simplex virusi, hepatiti B e tjerë. Gjithashtu ka veti antifungale, mirë po sa i përket përdorimit, klerheksidina ka përdorim të veçantë, i cili duhet me u bë në mënyrë specifike. Rekomandohet pas larjes së dhëmbëve të përdoret gjysmore, për arsye se me disa elemente të cilat i lirojnë pastat bashkëvepron dhe nuk arrihet efikasiteti 100% i klerheksidinës, kurse kozgjatja e klerheksidinës ka mendimet ndryshme, disa e rekomandojnë kozgjatjen vetëm prej 10 ditëve, disa deri në 2 javë, për arsye se nëse bëhet kozgjatja e përdorimit të antiseptikut ka efekt negativ në kavitetin e gojës, si humbja e shijes, ndjesi i shpimit, gjithashtu ndryshimi i ngjyrës së gjuhës. Përveç kësaj, që është më e pakëndshme te pacienti, është edhe ndryshimi i ngjyrës së dhëmbëve. Mirë po përparësi është se në momentin që ndërpritet, domethënë përdorimi qoftë i klerheksidinës apo i antiseptikëve të tjerë, këto efekte anësore zhduken. Përveç klerheksidinës, se kemi edhe listerinën, dhe është bërë edhe një holumtim 21 Days Listerine Challenge, ku është përdorur domethënë listerina në periudhën prej 21 ditëve,
me arsyen që pacienti me fituat shprehin që pas larjes së dhëmbëve gjithsesi ta përdorë edhe Listerinën, e cila është antiseptik shumë i mirë, e mban pH-n e balancuar, ndikon kundër luftimit të mikroorganizmave, krijimit të kariesit, gingiviteve e tjerë. Gjithashtu edhe te kjo është bërë pushimi pas 21 ditëve, cila mandej rekomandohet prapë me rifillim të përdorimit të Listerinës, ku 21 ditë shkojnë me përdorim të saj, mandej dhe ditë ndërpritet. Kjo është edhe për me kriju pacienti atë shprehin e shpërlarsëve të gojës, kurse sa i përket Ramazanit në specifik, që përmenda pak më herët tharjen e mukozës, antiseptikët të cilët kanë alkohol në vete nuk është rekomandueshme të përdoren në periudhën e Ramazanit, për arsye se mukoza lese është e thatë vetë dhe nëse ja shton antiseptikun me alkohol, do të thonë ndikon edhe në thamjen e më të tjeshme të mukozës, gjithashtu përkeçson aromën e keqe të gojës. Pra në Ramazan mos të përdorim shpërlarës të gojës. Po, edhe nëse përdorim pa përmbajtje të alkoolit. Po. Doktoresh, le të kalojmë pak te vizitat stomatologjike. Shumë prej nesh e anashkalojnë vizitën te stomatologu, te dentisti, për shkak të asaj frikës së përgjithshme që e kemi. Mirë po në Ramazan sikur i anashkalojmë edhe më shumë me të drejtë për shkak se friksohemi mos po na kalon diçka në fyt e po na prish agjerimet. Si t'ja bëjmë kur dhimbjet e dhëmbet janë të padurueshme? Po, gjithsesi, dhimbja është diçka e cila si simptom e cila e çon pacientin drejt stomatologut, për arsye se është refleks mbrojtës të cilën e ka krijuar Allahu i Madhërisht, pa të cilën shumë prej smundjeve nuk do të mund të ishin evidente. Gjithsesi, sa i përket shërbimeve stomatologjike, e rëndësishme është që t'jetë një bashkëveprim mjaft i rëndësishëm mjek-pacient, gjithashtu edhe me motër e cila është si krah i djathtë i stomatologut, që me një aspirim mjaft mirë nuk do të vinte deri te prishja e agjerimit, sepse edhe ne i frikohemi asaj pjesës që vazhdimisht instrumentet të cilat ne i punojmë janë të pajisura me ujë për arsye të mbrojtjes së dhëmbit ose pulpës së dhëmbit. Gjithashtu, do të thonë me një aspirim mjaft mirë, me pauza të ndërmjetme të pacientit, do të vinte deri te suksesi i mos prishjes së agjerimit. Përveç kësaj, stomatologu do të me pas në konsiderat që aspekti i agjerimit sjell ndryshime në organizmin e njeriut në përgjithësi, duke pasur kështu edhe refleks të vjedhjes të tejshtuar te pacientët gjatë agjerimit, krahas me vizitat e mëparshme stomatologjike, të cilat ndodhen jashtë Ramazanit. Sa i përket urgjencave mjekësore, të cilat janë klasifikuar sipas ADës ose shoqatës së amerikanëve, janë gjithsej 3 urgjenca, të cilat çojnë drejt vizitës të patjetërsueshme të stomatologut. Një prej tyre është gjakderdhja, e cila është e pakontrolluar, do të thonë rrjedh vazhdimisht, inflamacione të cilat e përfshin strukturën e brendshme të gojës, gjithashtu edhe strukturën e jashtme, ku vjen edhe deri te bllokimi i rrugëve të frymarrjes. Përveç kësaj kemi edhe traumat të cilat e përfshin sistemin maksilofacial, do të thonë fytyrën edhe nofullën. Edhe këto trauma mund me çu deri tek bllokimi i rrugëve të frymarrjes. Kurse krahas tyre e kemi edhe do të thonë pjesë tjera ku e përmend edhe dhimbjen e cila zakonisht çon tek stomatologu. Si emergjencë mjekësore kemi edhe pulpitin, i cili shfaqet si dhimbje spontane te pacienti dhe zakonisht edhe me përdorim të analgjetikëve në një farë forme ose lehtëson dhimbjen pak a shumë ose nuk e lehtëson fare. Gjithashtu, sa i përket pulpitit, do të patjetër me ordinu dhënia e anestezionit, ndërsa sa i përket anestezionit si materiali i cili futet ose injektohet lokalisht në zonën ku kemi me punu, nuk ka përbërje ushqyese, gjë që nuk e prish agjerimin. Kohëve të fundit stomatologjia ka ecë shumë
nivel bashkohor, si në mjetet cilat janë më të sofistikume, ku si protokolle kemi edhe përdorimin e rubërdomit, në veçanti gjatë trajtimeve endodontike, cilat bën me anë të hapjes së kanalit të dhëmbet. Përdorimi i rubërdomit mundet me qenë në dy forma, formën latex dhe në formën jo latex. Kjo vlen veçanti për pacientët të cilët kanë alergji në latex ose diçka të tillë. Sa i përket fushës së dhëmbit, bëhet izolimi në tansi edhe nuk ka kontakt as me pshtym, edhe mjetet cilat përdoren gjatë irrigimit ose pastrimit të kanaleve janë prej natrium hipokloritit, klorheksidinës e detat, domethënë janë irrigus të ndryshëm cilët stomatologët i përdorin. Këta irrigus nëse do të hiç pa qenë Ramazan, nëse do të shkonin nëpër mukozat orale, do të shkaktonin dëme shumë të mëdha, edhe gjithsesi rekomandohet përdorimi i rubërdomit. Fusha është më e thatë, domethënë është aseptike. E kemi eliminimin e pshtymës së pacientit e cila nuk është prezente domethënë gjatë restaurimit ose trajtimit të dhëmbit. Pjesa tjetër e cila është mjaft e mirë është që pacienti të kohën domethënë mundet me përbi pshtymën e vet dhe në të njëjtën kohë nuk ka kontakt me qoftë me irrigus cilët i përdorim gjatë pastrimit të kanaleve, qoftë nuk ka kontakt me ujin e cila rrjedh në vazhdimsi nga turbina, edhe si tretman do të ishte tepër i mirë dhe efektiv që nuk do të çonte fare në prishjen e agjerimit, bile as nuk do të vihej në konsiderat. Gjithsesi duke u bërë izolimi mjaft i mirë i dhëmbit. Rubërdomi gjejmë përdorim edhe në fusha tjera të stomatologjisë. Tash të pas parasysh që është muaji i Ramazanit, mundemi me shtim funksion edhe gjatë trajtimeve të tjera, qoftë mbushjeve të cilat bëhen për estetik, qoftë gjatë ekstraksioneve të dhëmbit, që me qenë domethënë sa më pak mundësia e përbirjes së gjakut e tjerë. Sa i përket urgjencave tjera, të cilat çojnë drejt vizitës së stomatologut, është edhe ekstraksioni i dhëmbit, për shkak të, domethënë, qoftë infeksioneve të cilat i ka. Si me thonë, si efekt ansor, i cili është i padëshirueshëm, është alveoliti, i cili vjen si rezultat i ekstraksionit të dhëmbit. Zakonisht bëhet e dhëmb të cilët kanë qenë më parë me pulpit, edhe te alveoliti kemi mungesën e koagulumit, domethënë nuk është kriju koagulumi i cili ka rol mbrojtës në mos zgjakderdhjen e më të tjeshme. Kemi dy tipe të alveolitit, alveoliti i thatë dhe alveoliti i lëngshëm ose me qelp. Gjithsesi trajtimi do të bëhet me ordinimin e antibiotikëve, sa i përket medikamentit i cili vendoset në gotën alveolare, është alveozhyli, i cili në përbërës ti ka 3 përbërës që kanë rolin butambin, i cili ka rol anestetik, do më thonë e mpin regionin, eugenoli ka rol analgetik që ndikon në dhimbjen ndaljen e dhimbjes. Gjithashtu kemi edhe jodoformin, i cili është ka veti antimikrobike mjaft të forta. Sa i përket kësaj, do më thonë nuk ka shqetësim për pacientin që e prish agjerimin. Para vendosjes së medikamentit bëhen disa shpime ku mund bëhet krijimi i koagulit të pastër, i cili ndihmon në shërimin e plagës më të shpejt. Kurse gjatë ekstraksioneve, sidomos në muajin e Ramazanit, është e preferueshme të bëhet edhe sutura me njëherë ose qepja pas plagës, për arsye se shërimi shkon më shpejt edhe mundësia për me gjakderdhje është minimale. Gjithashtu aspirimi të kohën me aspirator kirurgjikal që thjesht mos shkojnë ndonjë pjesë e gjakut nëpër, domethënë, që me përbi pacientit se natyrisht se e prish agjerimin. Doktore, shumë faleminderit për informatat shumë zdobeshme që i ndat me ne, për metodat shumë praktike që një agjerues mund t'i praktikoj edhe nëse është agjerueshëm, edhe nëse friksohet se mos po e prish agjerimin. Shumë faleminderit edhe për kohën që e keni ndarë. Faleminderit, shumë kënaqësia ishte edhe imja.
Të nderuar miq, ne ishim me doktoresh Artemisa Qerimi, stomatologe me të cilën folëm për agjerimin, shëndetin oral dhe ndërhyrjet stomatologjike. Faleminderit që na ndoqët. Vazhdoni të qëndroni me programet e muajit Ramazan që Bashkësia Islame e Kosovës ka përgatitur për ju. Deri në takimin e radhës, mirëmbëjtje. Selamu alejkum.